Eduard Trokas. Masat? Qasjen, jo, Eduard Trokas, qasjen e Albin Kurtit. Dialogu strategjik, hajde masat, dialogu strategjik. Prap nuk I bjem poshtë. Dialogu strategjik, sot e lexova që Amerika ka suspenduar edhe me Anglinë dialogun strategjik, mbi teknologjitë. Mbi teknologjinë, apo flasëm në aspektin elementar, në Britania dhe Kosovë, pro. Dialogu strategjik, shikoni, ka ndodhur aty një... Po të rasë me mësi krahu me të këthy kulturën franceze, jo në... Ka ndodhur aty një keqkuptim I vogël. Kosovë. Ka ndodhur një keqkuptim I vogël. Shiko, janë ato që ndodhin verbalisht dhe gjëra që ndodhin konkretisht. Konkretisht ndodh kjo. Kosova është në raportet ngushta, intenzive me Amerikën në aspekt, në domenin, fushën kryesore, cilën e kanë ondër shumë shtetet botës. Kje këtë Amerika për Kosovë zoti kraku, se e shteti sponsorizuar kërë këtë përsojnë në krak. Dhe edhe djetë më njës... Ata kanë deklaru vetë, që na mujna me pas polemika, mos ka kimi militer politik, për jo me Kosovë në Kosovës. Edhe djetë më njës ministre Juk Macedonci në dha një lajmë fantastik, që Kosova vazhdon të intensifikoj, të trash marrëdhëniet me Amerikën në aspektin e mbrojtjes, shumë e mirë kjo. Do të thotë, dialogu strategjik me Kosovën është prit një qartësim edhe me veri. Për shembull, rikthimi I kryetarëve legjitim të komunitetit serb. Zoti Krasnisi tonë dje tregoi komisionin, gjithë çka është në rregull, simbolet vazhdojnë me aty. Zoti Kraku, që është shumë jetike edhe që pjesa tjetër. Thatë që I ka ra tash LDK-s 60% I programit? Me largimin e masave? Po deri tash, LDK ka folë veç për sanksione. Po për sanksione dhe pjesa tjetër programit është rikthimi I veriut ku ka qenë. Jo, nuk e di që ka vazhd dikujnë LDK-ja rikthimi I veriut që ka qenë. Po ka deklaru publikisht, në kryetari e LDK-s, ka deklaru publikisht që një qeveri normale do duhej... I kemi fjallën të deklarate I Hikmet e Bajramit. Me rikthi veriun ku ka qenë, kohën e Ditat Tahirit. Nëse kush ka memorje në Kosovë, din që... E ka thonë, mund të ka qenë, po lumirin I din... Kohën e Ditat Tahirit, veriu ka qenë 100% Serbi, sa I përket aspektit politik. Unë nuk jam dakord që për $200 milion apo euro ta lejoj Serbin deri te ura Ibrit, nuk jam dakord. A ju liron pri përgjithësisë largimi I masave, ma so mujve? Largimi I masave... A ju largon përgjithësi? Jo, unë jam shumë I gëzuar. Por emrimin I këtyne masave, juve si koalicion të qeverisës, ju që keni pas qeverin, a ju largon pri përgjithësisë mujt e humbën në masa? Milionat e humbën. Ato. Rikthehen ato, rikthehen. Po 17% e tokës nuk ishte rikthy kur. Me na pas marrë këtu. Ato, mujnë mu rikthy, po me stadioni nuk rikthehen zoti Kraku, se ky ka qenë edhe paralajmërim edhe I qeverisë, votojnë buxhetin. A amnistohet me largimin e masave, domi që ju ka bo, se masat jënë dhonë kohën e qeverisë ju zoti Kraku? Unë jam shumë okej, ja ka vlet Barra Qeran, unë jam Eduard Trokas. Masat? Qasjen, jo, Eduard Trokas, qasjen e Albin Kurtit, edhe qeveri që ka drejtuar deri tash, e cila qasje ka dhënë rezultate kaq të matshme, kaq të forta, kaq të pakëthyeshme në veri, dhe si dënim I ka marrë ndoshta ato masa të cilat u haqen. Tash, ne I kemi bu 5 hapa para, 1 hap pas, 4 I kemi fitu. Do të thotë, nuk njëni përsi, po thani, këto masa, kena marrë këto masa, po kena fitu përsa ma shumë. Shumë e rëndësishme ka qenë rikuperimi, rikthimi I veriut në Kosovë, se sa ajo qasja me masa pa masa. Nuk ka asë që mundet me u krahasu, kjo asë me u diskutu. Rifutja e veriut brenda Kosovës, politikisht, administrativisht, socialisht, si shoqëni, ka qenë esenciale. Zoti Kraku, po thani që s'mani, do me thonë, kjo s'pomani përgjithësi për do masa... S'kemi lyp masat në... S'kena lyp, po veprimet I kam për masat. Veprimet, shikoni, po ti kishim dëgju... Edhe raportin strategjik, nuk I kena lyp na, po interferimi... Edhe ajo s'qarohet... Përzizja ndaj gjykatës kushtetuse, na I pruni masat. Edhe ajo s'qarohet, gjykata kushtetuse ka kryer punën vet çysh ka mujt, unë s'jam dakord me 1-2 vendimet të saj. Çka nëse në janar, pi fitoni zgjedhjet, filloni prapë në njëjtën çështje, na kërcisin prapë masat. Jo, nuk ka. Shikoni, Kosova tash është në stad tjetër. Kosova ka mri një stad seriozitetit të besueshëm edhe kështu koherent, si shtet, si funksionim. Po pa pas një vizion, një drejtim e vizion, me qëndrime, qarta, të pathyeshme, nuk mundesh me përfaqësu seriozitet jashtë. Ka shkuar ajo koha kur njerëzit në Kosovë janë hekuros, janë peglat, me fol unik që
edhe me kravatat bukra, kanë shku në Bruxelles, në Washington, hajde që ka t'japim Serbisë diçka, se na ka bo nervoz, edhe alatë, disa diplomat janë bo nervoz, po thojnë që Serbia nuk e pranon Kosovën pa marrë bile diçka. Po, veç, edhe ju e keni pru raportin Nuk kemi mundësi me japë Serbisë prej diçka. njohjes reciproke në njohje dëshirore. Është hera e parë, prej Jo, s'ka pa njohje reciproke. Jo, s'ka që pas. kërkesa, dëmonë dialog, bie poshtë kërkesa njohjes reciproke. Kështu ka deklaruar qenë Tërmen Verhoxha, Lutfi Azili, qenë kur. Lora Stoku, po flas për eksponent Jo, ata s'din çka flasin. Jo, ata që s'din zoti Kroku kanë qenë kës në Jo. Vlora Stoku ka bisedime. Vlora Stoku Edhe njihet dita për Tahiri në përstatuse. Dita Tahiri njihet për ato gabime që i ka lëshuar atëherë, falenderoj për kontributin që ka dhënë deri tash, po tash ka kohë që flet anash realitetit. Po. Vlora Qitaku njihet për lobim, bisedim, dialogim Vlora Qitaku njihet për lobim për ndarjen e Kosovës në Amerikë. Kështu që këta njerëz janë totalisht jo legjitime. Te ju te marrveshja orit. Romja poshtë për si bjen marrveshja ose njohja reciproke zot. Marrveshja e Brukselit shiko, njohja reciproke ka qenë kërkesë e jone. Po dhe ka qenë gjithherë edhe krye negociatorëve, edhe eksponentëve në ato. Kur s'ka qenë asnjë dokument, as kush s'ka qenë. As në Amerikë, Washington atër, o hek prej, a ju kujtohet, Abdullah Hoti ku shkoj në Washington. U hoq ajo. Jo, zoti Hoti tonë ka përcaktuar thotë se gjithherë ka qenë njohja reciproke, para 2 javë dite. Elvir plotson kur i kemi pasur Hoti. Respektoj shumë zotin Hoti. Deklaron këtu thotë që është hera e parë që zoti Kurti e ka lëshu poshtë në dialog çështën e njohjes reciproke. Po në dokumentin të cilin zoti Hoti ka nënshkruar në Washington, Kosova përmendet si Prishtinë, e Serbia si Beograd. Po, nuk janë as shtete. Njohja reciproke o hek 1 orë para nënshkrimit, a ditë. Po ju keni vazhdu, për shembull ju i kemi votuar për Nuk ka njohja reciproke aty. Aty Prishtina dhe Beogradi flasin për me hap një linjë direkte aviacioni, flasin për gjëra absurde. Te marrveshja e orit. Te marrveshja e orit. Marrveshja edhe ju akuzojnë si tradhtia më e madhe kombëtare që ka bërë Kosovës mas pavarësisë. Jo, më tradhti ka qenë 2013, ku është ndryshuar kushtetuta me kërkesën e Beogradit, është ndryshuar kushtetuta këtu, me u bo gjykata, me u votu marrveshja për asociacion. Sigur që është nuk ka pas, ju e keni bërë asociacionin dhe gjykatën e famshme kur ata mbledhin 451 edhe i drejtonin gjykate. Korrigjim, nuk është kushtetuta për marrveshjen e asociacionit. Konsideroni si marrveshja e orit është më e mirë ajuja që keni bërë. Marrveshja e Brukselit është hera e parë, nëse nxjerrni këtu preambullën në pikën 1-2, është hera e parë që në një tekst në të cilin e mbështet Evropa dhe Amerika, si tekst bazë, jashtë cilit nuk dilet mo, si pas tyne, është hera e parë që në një tekst, ku janë Serbia, Kosova, thuhet, shprejmisht, palët pajtojnë që në përpatën ushmërinë e integritetit territorial të tyre. Zoti Kraku, se kthehemi shumë gata tani te marrveshja e orit, jena në kozjeve. Zoti, jo po. Zhupoli, kur s'ka egzistu ma heret kjo? Në regull. Okej, bala faktet ma zgjedhëm, se kam e qenë pika kërësore. Dhe këta që flasin për autonomin që ne kemi pranu me vetë menagjimin e... Unë veç që i referona deklaratave të njerëzit që kanë përpilu kushtetutën e Kosovës. Kryeministri për Zotit Hasani e shumë të tjere cilët e konsiderojnë marrveshje në një farforme autonomia ato që ka ndodhur atje. Është absurd të thuhet kështu, vjen keq për Zotit Hasani. Jo, po e mora shumë Zotin Hasani edhe shumë tirë, se Zoti Hasani nuk i di çfarë që ato, po. Aty thuhet që do të gjendet një mekanizëm vetë menaxhues për serbët. Cili është ky mekanizëm vetë menaxhues? Nuk dihet. A nuk dihet. Parlament i veçantë nuk është ka autonomi Zoti Kroku? Jo, nuk dihet ende. Okej. Formati nuk dihet. Jo, seriozisht e ka. Okej. Nuk dihet ende. Aty është ideja. Asociacionin verzionin e Isa Mustafës dhe Hashim Thaqit 2015 ka lavdu kryeministri në intervistë. Jo asociacioni, ka lavdu atletrën. Atletrën, po çfarë kurzimin pra? Mirë, po asociacioni që ata nuk ka bë pa kurzim. Ju keni bë marrveshjen pa kurzim. O s'ka nevojë për kurzim aty. Okej. Serbia pranon Kosovën de jure. Pyetje, deklarata. De jure dhe de facto pranohet pavarësia e Kosovës sepse Serbia, shikoni, problemin kryesor që kemi ne këtu në Ballkan, ne me Serbinë është se për Serbinë Kosova duhet më u pushtu, se është pjesë e saj.